57 euro. Ne u them atyre mund ta ngren me votën e tyre për ne qysh prej janarit 2026 nga 400 euro në 500 euro dhe në Shqipërinë 2030 ta kemi në 650 euro. Por të votosh për Shqipërinë 2030 në BE, do të thotë të investosh për një Shqipëri të re, edhe në aspektin financiar, sepse me uljen në sofrën e madhe të familjes së Bashkuar Europiane, Shqipëria do të ketë, fal arkës përbashkët të asaj familje, një buxhet solidariteti ekstra çdo vit. E thënë ndryshe, nëse në këto vite ne kemi marrë nga BE-ja diçka më shumë se sa 1 miliard euro, nga cilat 90% janë kredi dhe vetëm 10% janë grant, para e falur, kur Shqipëria të ulet në atë sofër, do të marrë të njëjtën shumë 1 miliard e ca euro, por ama çdo vit. Dhe nuk mbaron këtu, sepse tek ajo shumë si antar të BE-s, 90% do t'jetë para solidariteti, grant e falur, dhe vetëm 10% do t'jenë kredi. Vetëm për fshatit, për bujqit dhe për fermerët, BE-ja na ka dhënë në tërë këto vite shumë më pak se sa 200 milion euro. Po në Shqipërinë 2030, kur të bëhemi antar të saj, do të marrim 300 milion euro në vit vetëm për fshatin dhe për bujqësinë. A e kuptoni? Shqiptarë dhe shqiptare, motra e vëllezër kudo ku jeni, se sa historike është zgjedhja e 11 majit në çdo aspekt, që nga siguria kombëtare tek sundimi i ligjit njësoj për gjithë dhe patjetër tek mirëqenia ekonomike dhe sociale. Pasaporta e BE-s për shqiptarët nuk është një tjetër dokument udhëtimi, po një status i ri i qytetarie. Për ne si banor, ndër më të vjetrit e këtij kontinenti, që mbase si askush në këtë kontinent, kemi kaluar nga piciri në picir, dhe kur nuk i jemi dorëzuar dëshpërimit, por i jemi dorëzuar vetëm kësaj ëndre, që më në fund na është hapur qelli, na është rreshtuar ylli i fatit, në një vijim me yjet e Europës. Tamam, si në atë ëndrën e vjetër të Eneas, i cili përpara se t'i jepte lamtumirën Helenit, djalit Priamit dhe Andromakës, në Butrint, në vizionin e qytetrimit, që do të sillte lulëzim në tjera vise, në Europë, shikon vëllezër, prej shpirti dhe dashurie, popull të moqëm, që do të ndërtojnë një ilion të vetëm dhe do të bëhen një realitet i vetëm. Pasaporta shqiptare e BE-s është digniteti ynë kombëtar dhe europian, i cili bëhet i pa diskutueshëm më nga askush. Është digniteti i shqiptarëve të Europës. Ata në Greqi janë të parët që më vinë ndërmend, që me pasaportën e BE-s nuk do të kenë më nevojë për asnjë dokument njohjeje nga shteti atje, të ekzistencës tyre të lishme në Greqi, duke filluar nga njohja e viteve të pafundme të punës e çapune, që do të bëhet automatike sa po të marrin pasaportën, jo greke, shqiptare të BE-s. Sepse pensioni do t'ju njihet si qytetar të BE-s. Digniteti i fëmijëve tanë, kudo qofshin, me një pasaport shqiptare si kjo e sotmja, që nuk do t'jenë më të huaj në territorin e BE-s,
po do të gëzojnë të njëjtat të drejta dhe privilegje, njësoj si nxënësit, njësoj si studentët e vendeve të BE-s. Digniteti i çdo shqiptari dhe shqiptare që kur të thoj drejt BE-s me atë pasaport, nuk do të ndalet më nga asnjë polic dhe nuk do të hyjë më në asnjë radhë veçantë, dele zeza. Në asnjë pikë hyrje të BE-s për të dhënë llogari ku po shkon, sa lek ka me vete, kush e ka ftuar, sa do ri, edhe pastaj pa hyrë akoma brenda për t'i dhënë përgjigje pyetjes kur do ikësh. Sepse BE-ja nuk do të jetë më e atyre. BE-ja do të jetë Shqipëri dhe Shqipëria do të jetë BE. Digniteti i kujtdo që me atë pasaport do të ndaloj ku të doj në BE. Do të kërkoj punë ku të doj brenda perimetrit BE-s. Do të ketë të njëjtat të drejta e privilegje si çdo qytetar tjetër i BE-s, duke përfituar nga një sistem sigurime shoqërore shëndetësore në rast nevoje. Tani, Këneta thot se antarësimi ynë në BE nuk është prioritet dhe sa ai do ndodh. Sidoqoftë, thot Këneta, ai do ndodh. Po prioritet sipas Kënetës është kthimi i Bufit për të tretën herë në krye të vendit. Pasi në 2 herët e mëparshme nuk e shkatroi dhe pastaj rënoi mjaftueshëm Shqipërinë. Për këtë prioritet, Bufi ka sjell me kush e di sa para, që kush e di ku i ka gjetur edhe një latif nga Amerika, i cili latifi për gjithë ne që jemi rritur në lagjet e Tiranës, të kujton atë të fortin e lagjes, që qullsi poshtë pallatit shkon e thret dhe i thot, hajde Latif se ata do mrajnë. Latifi kishte publikuar dje një buf që hante 1000 dhe kishte ngritur pyetjen, kush është miu? Ati bravo i qoftë se të gjesh budallë që të paguajnë gjithë ato para për të duartrokitur edhe kur ja fut asaj që thuhet në atë farë feje, është vërtet ke lindur me këmish. Se që Bufi është Bufi, kjo s'ka diskutim. Kurse për miun ka shumë kandidat, që nga luli i shkret, që harroi që ishte mi dhe u soll si ari. Dhe deri te ka i shkreti nga Kavaja, fituesi i primarëve të Tiranës, që besoi tek Bufi si njeri dhe Bufi e kullufiti si ti ishte thjesht 1000. Kjo është historia e Kënetës, e Bufit e mive.